Përshëndetje të gjithëve të mirë se erdhët në kanalin tonë. Sot du të flasim për diçka që prek pothuajse të gjithëni, sidomos pas moshes fenkejt vjet. E dini se një zakon ku shumë prej nesh I konsiderojnë të shëndetshëm, në fakt man të gjatë duke përshpejtuar plagjen e trupit tonë. Po, e dëgjuat mirë. 99% I njerëzve nuk e dinë këtë sekret, por sot do ta zbulojmë së bashku. Qëndroni me mua deri në fund për të mësuar se si të mbroni shëndetin tuaj të të ruani rinin e për me gjatë. Ky zakon ajmire për të cilin po flas është eqja e gjatë të e shpeshte, veçanërisht kur bëhet pamase të pa teknikën e duhur. Ndaloni pak dhe mendoni, sa herë keni dëgjuar se duhet të bëni 10,000 hapa në ditë për të keni të shëndetshëm, duket këshille e shkëlqyer apo jo. Etja është një aktivitet fantastik. Promovon shëndetin e zemrës, ndihmon në menakshimin e peshes të përmirëson humorin. Por, si sto të një fjale e urti, çdo gjë e tepërt është e dëmshme. Dhe kjo vlen edhepir edhen, sidomos kur I kalojt me të fast atë. Le të hyjme me të le në këtë çështje. Me kalimin I viteve, trupi një ndryshon, kyçet tona, veçanërisht gjungjet dhe I gjet, fillojnë të tregojnë shenja të konsumimit. Kërsi ku e mbron kokat tona behet me I hollet me pak elastik. Te e qesh me gjera hapas do ditte. Sidomos në sipërfaqet e forta si asfalti, ushtron një presion të vazhdueshëm dhe të përsëritur mbi këto kyçe. Ky stres mekanik mund të përshpejtojë degradimin e kërsit, duke çuar në dimgje, inflamacion dhe në raste me të rënda, në artrit. Ku mendoni se po bëni diçka të mire për trupin tuaj, por në të vërtetë mund të gjeni duke gerjer atë nga brenda, por nuk gjane vetëm kyçet. Mendoni për muskujt dhe ligamentet tuaja. Pas moshes 50 vjeç, ne fillojme të hambasim mase muskulor, një proces I quajtur sarkopeni. Nëse e mbengarkojme trupen me eqe të zgjatur pe I të në kohë të mjaftueshme për të u rikuperuar. Rrezikojme të shkaktojme mikrotrauma në fibrat muskulore. Këto dëmtime të vogla, kur grumbullon, mund të sërne në dhimbje kronike. Dubesi muskulor dhe një rrezik me të lartë për lëndime. Pra, në vend këtë forkohemi, në mund të gjemi duke dobesuar sistemin tonë muskuloskeletor. Një që të respekti rëndësishëm është balanca hormonale. Ushtrimet e tepërta dhe të zgjatura mund të rrisin nivelet e kortizolit, I njohur si hormoni I stresit. Ndërsa një rritje e vogël e kortizolit gjatë ushtrimeve është normale. Nivelet kronikisht të larta mund të jenë shkatërruese. Kortizoli I lartë lidhet me një seri problemesh, dobeson sistemin imunitar, rrit tensionin e gjakut, shkakton shtim në peshe sidomos rreth barkut D, mi I rëndësishëm për timen tone, përshpekton plagjen kellizor. Pra, ironikisht, përpjekja jone për të këndruar të rinj për mesëqjes se ti përt mund të këtë efektin e kundërt në nivel hormonal, atëherë çfarë duhet të bëjmë? A duhet të ndalojmë fare action? Absolutisht jo. Celësi nuk është të ndalojmë, por të përshtatemi. Duhet të ecim me zgjuarsi, jo me fort. Let ju gjap disa këshilla praktike se si të transformoni e gjën tuaj në një aleat të vërtetë kundër plagjes. Se pari, fokusi duhet të jetë të tilesja, jo të sasja. Në vend këtë të fiksoheni pas numrit ditë të uhirden hape, sinoni për 30 deri në 44 minuta që meritem të moderuar në qumicen e diteve të gjaves. Ritmi I moderuar du të thotë që mund të flisni, por jo të këndoni. Kjo është e mjaftueshme për të marrë të gjitha përfitimet kardiovaskular pa e mbengarkuar trupin. Dëgjoni trupin tuaj. Nëse gjeni dhimbje, ndaloni. Dhimbja është sinjali I trupit që thotë se diçka nuk shkon. Mos I injoroni. Se diti, diversifikoni aktivitetin tuaj. Mos humbeshtet një vetëm tek ecja.
Kombinojeni atë me ushtrimet që rakegjane të helbesor pas moshes 50 vjet. Ushtrimet e forcës, si ngritja e peshave të lehta apo përdorimi i peshis së trupit, janë gjeti për të luftuar sarkopenin dhe për të forkuar muskujt që mbështesin keqet tuaja. Muskujt me të forte du të tote me pak presion mbi këgjungje dhe igje gjate ekgjes. Shtoni gjithashtu ushtrime fleksibilitetit i balans, si gjoga ose tai chi. Keto përmirësojnë lëvizshmërinë, parandalojnë rrezimet dhe ketësojnë mendjen, duke ulur nivelin i stresit. Se treti, investoni në pagjizgjet e duhura. Një pale ke pushtet e mira për ekgje, me mbështetje të përshtatshme për harkun e këmbës dhe me aftësi për të amortizuar goditjet, gjane investimi me i mire që mund të bëni për shëndetin e kiqeve tuaja. Gjithashtu, zgjidhni sipërfaqe me të buta për të kur është e mundur, si për shembull shtigjen e parke apo pista vrapimi, në vend të trotuareve të betonit. Sto detaj i vogël bën një ndryshim të madh në afat gjate. Një element që tërë shpesh neglizhohet është teknika e ekgjes. Sigurohuni këtë mbani një këndrim të drejtaj. Shpatullat prapa të poshtej, koka lart, shikimi përpara. Lëvizni krahet lirshëm për të ndihmuar në balanset i ritem. Hapat tuaj duhet të vajne nga igjet, jo vetëm nga këgjungjet. Një teknike e mire jo vetëm që parandalon lendimet, por gjithashtu e bën ekgjen me efikase dheme të këndshme. Të së fundi, mos harroni rëndësinë e rikuperimit. Ashtu si gjumi i mire është thelbesor për shëndetin e trurit, ditet e pushimit janë thelbesore për riparimin e muskujve dhe indeve. Planifikoni të paktën një ose dy ditë pushimi aktiv në gjave. Pushim aktiv do të thotë të bëni diçka të lehtë, si një shëtitje e shkurtër dhe e ngadaltë ose disa ushtrime të lehta të rikëgjegje, në vend që të qëndroni ulur gjithë ditën. Gjo ndihmon në kalkulimin e gjakut dhe përshpeshton procesin e shërimit pa e stresuar me të trupin. Pra, për të përmbledhur, ja e të përt mund të gjetin një armik i fshehtë i rinise suaq pas moshes 15 vjet, duke konsumuar kyçet, duke shkaktuar stres kronik dhe duke përshpejtuar humbjen muskulore. Por lejmi i mire është se ju keni fukine të ndryshoni këti. Duke ekur me mesgjuarsi, duke diversifikuar rutinen tuaj me ushtrime force dhe fleksibiliteti, duke përdorur pagjizgjet e duhurat dhe duke I dhënë trupit kohën për të rikuperuar. Ju mund të transformoni ekgjen në një burim të vërtetë të vitaliteti. Mos harroni, kelimi nuk është të behemi atletë profesioniste, por të mbejgjme gjo trup funksional, pa dimgje dhe plot energji, kue na legjon të shigjojme gjeten në maksimum. Ka ardhur koha të leme mengjane mitin e 10,000 hapave dhe të përkafojme në kasgjeme të personalizuar dhe me të ekuilibruar ndij aktivitetit fizik. Shpresoj që këto informacione të gjukene kene të dobishme. Me tregoni në komente se cili është zakoni gjuaj I aktivitetit fizik dhe nëse du të bëni ndonjë ndryshim pas kësaj videogje. Une I leksoj të gjitha komentet tuaja. Nëse ju pelku ki material të doni të mesoni me shumë sekrete për një gjetet e shëndetshme dhe aktive, mos harroni të bëni like, të ndani videon me mikte tuajti. Me e rëndësishëm gja, të abonoheni në kanal dhe të aktivizoni zilen për të mos hëmbur asnjë video të re. Faleminderit që me ndoket dhe kujdesuni për veten, shihemi në videon e radhës.